Mbrana vitet 2025 deri në këtu ku po folëm, janë 16 raste të vdekjes në vendin e punës. Po me 5 nëntor kemi bërë një planifikim të inspektimit bashkëpunim me administratën tatimore të Kosovës, ku qëllimi dhe fokusi kryesor ka qenë të ato bizneset të cilat nuk e kanë respektuar vendimin e Inspektoratit Punës për ndalim. Aksioni është nda prej 10 ekipeve edhe është paraparë sipas planifikimit të drejtorisë. Inspektorati Punës ka zhvilluar inspektime, ka zhvilluar inspektime, pavarësisht inspektimit dhe inspektime, edhe gjatë inspektimit në has që bizneset nuk e kanë respektuar vendimin për ndalim, edhe Inspektorati Punës ka shqiptuar edhe gjoba, për në njëjtën kohë kemi hartuar një plan veprimet, ku kemi kërkuar mbështetjen e ATK-s. Në raste që nuk e zbatojnë vendimin, Inspektorati Punës shqipton gjobë. Po gjobat shqiptohen në fushën e sigurisë, bëhet shqiptimi i gjobave në bazë ligjit për siguri, edhe në shqiptimin e gjobave nga marrëdhënia e punës bëhet në bazë ligjit të punës. Gjobat më të larta janë deri ka profesionisht deri 5.000 dhe 11.000. Inspektorati i Punës vazhdimisht ka kërkuar nga punëdhënësit, investitorët edhe punëkryerësit që të respektojnë masat e sigurisë në vendin e punës, të pajisen objektet me skelari, të mbyllin hapësirat e brendshme, në njëjtën kohë edhe punëtorët të cilët gjenden vend punishte të pajisen me pajisje personale të sigurisë. Inspektorati i Punës posedon statistika të qarta. Mbrana vitet 2025 deri në këtu ku po folëm, janë 16 raste të vdekjes në vendin e punës. Kryesisht janë lidhen me fushën e ndërtimtarisë, edhe të ato bizneset të cilat kanë qenë të inspektora edhe nuk e kanë respektuar vendimin e Inspektoratit të Punës. Inspektorati i Punës vazhdimisht do të ketë aksione edhe të këto bizneset të cilat janë kanë të inspektuara me bashkëpunim me ATK-n, prapë do të ketë inspektimet përbashkëta, edhe në nivel vendit do të kemi aksione përsëri.